Përkeqësimi i kushteve meteorologjike gjatë 24 orëve të fundit ka sjellë një sër problematikash në qytetin bregdetar të Vlorës. Rreshtit e shiut të shoqëruara edhe nga era kanë krijuar vështirësi në disa akse rrugore dhe zona të qytetit, por edhe në qarkullimin e qytetarëve. Ndër zonat më të prekura ka qenë Ulishtja Marigo Pozios, një nga hapësirat më të frekuentuara të qytetit që gjendet pranë kalit të Trojës. Rreshtit kanë sjellë depozitimin e baltës në vendkalimin e këmbësorëve, ndërsa gjethet e shumta të rëna nga pemët kanë krijuar pengesa përgjatë shtigjeve të shëtitjes, por edhe një shqetësim për rrjetin e kanalizimeve. Në reagim të menjëhershëm, punonjësit e ndërmarrjeve të Bashkisë së Vlorës kanë nisur që në orët e para të mëngjesit të së-ënës një aksion pastrimi dhe sistemimi në këtë zonë. Ata janë angazhuar në heqjen e mbetjeve të sjella nga rreshtet, pastrimin e trotuarve dhe hapjen e kanaleve kulluese për të shmangur problematikat. Sipas burimeve nga Bashkia e Vlorës, ky operacion është pjesë e një plani të gjermasash që po zbatohet në të gjithë territorin e qytetit pas përkeqësimit të motit. Kryetari në detyrë i Bashkisë së Vlorës, Elisa Lili, është shprehur se me gjithë kushtet e vështira të motit, ekipet e bashkisë janë në terren në çdo kohë për të shmangur problematikat që mund të shkaktojnë rreshjet në rrugët e qytetit. Ndryshe nga ditët e tjera, këtë të hënë, Ulishtja Marigo Pozio ka qenë thuajse boshatisur. Banorët e moshës së tretë, të cilët zakonisht e frekuentojnë këtë hapësirë për shëtitje e pushim, nuk janë part të pranishëm për shkak të kushteve të pafavorshme atmosferike. Rreshjet dhe temperaturat që janë ulur ndryshe nga ditët e kaluara kanë bërë që edhe zonat përreth të jenë më pak të frekuentuara. Pavarësisht vështirësive që solli moti i keq, punonjësit e bashkisë janë angazhuar për të mbajtur qytetin pastër dhe për të rikthyer pamjen e zakonshme të hapësirave publike që janë ndër më të vizituarat në Vlorë.